Dakor. Përshëndetje të nderuar miq të Artur Nura Channel, jemi përsëri në rubrikën Women Zoom apo Fokus Gruaje dhe kam kënaqësinë të ju bëj me dije që sot kemi një artiste nga Kosova, por që ka një dimension ndërkombëtar, është një pianiste dhe sigurisht ndihem i nderuar duke komunikuar me të drejt për së drejti në këtë regjistrim. Përshëndetje zonja Ardita Statovci dhe faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Përshëndetje zoti Nura, ju faleminderit shumë juve për ftesën. Ndjehem e nderuar të jem pjesë e emisionit tuaj online. Është kënaqësi për mua. Atëherë, mund të thoni për ndjekësit në YouTube, si u lidhët ju personalisht me muzikën? Është një talent i ardhur familjar, është një talent që lindi ke ju dhe sigurisht edhe për piano në veçanti. Pianon e kishim në shtëpi, pra unë jam nga Prishtina, kam lindur në Prishtinë. Pianon e kishim në shtëpi dhe nëna ime luante piano. Gjithashtu edhe dy motrat e mia vjonin shkollën e muzikës, ndërsa edhe babai kishte mësuar pianon në mënyrë autodidakte. Nëse të gjithë në familjen time bënin një profesion tjetër, muzika si thua ishte pasion. Dhe kështu fillova edhe unë të luaj piano dhe të vjoja shkollën e muzikës. Dhe ishte një kënaqësi që e mori gjithë vëmendjen time që nga fëmiria dhe shumë natyrshëm u bë edhe rruga ime jetësore, si thuash. Patjetër. Po vetëm juve ju bë rrugë jetësore piano muzika apo edhe pjesëtarëve të tjerë të familjes? Ata të gjithë, si që përmenda si që ceka kanë, secili kanë një profesion tjetër, mirë po, si thuash, muzika për ta ishte thjesht një kënaqësi në kohën e lirë, ndërsa për mua ajo bë profesion. Profesion. Ju tash jetoni në US, në mos gaboj, dhe aty vazhdoni studimet apo punoni si pianiste në një grup të caktuar, në një orkestër të caktuar? Na tregoni diçka më shumë për juve. Pra, pasi fillova studimet e pianos shkollën e muzikës në Prishtinë, në moshën 15 vjeçare, isha vetëm 15 vjeç kur u pranova në Universitetin e njohur Mozarteum në Salzburg të Austrisë, pra është vendlindja e Mozartit. Dhe aty kam studiuar për kohë të gjatë, kam bërë edhe studimet e magjistraturës në piano. E më pasaj shkova për të studiuar edhe në Itali, në Imola, në këtë Akademia Pianistika, që është afër Bolonjës dhe ka një emër të veçantë gjithashtu. E prej aty pasaj edhe për studime, për specializim, pata rastin të ftohesha dhe jam e nderuar të ftohesha për të studiuar në klasën e pianistit legjendar Menachem Pressler në Indiana University në Bloomington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe prej asaj kohe, dhe në fakt që nga fëmiria kam koncertuar vazhdimisht, kam pasur rastin dhe fatin e mirë të koncertoj në shumë vende evropiane, në vende aziatike dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Momentalisht jam këtu në Washington DC, jam edhe pedagoge pranë Washington Conservatory of Music, ku jap piano dhe vazhdoj angazhimet e mia koncertale në rrafshin internacional. Komplimente sepse ju jeni ambasadorët më të mirë të Kosovës. Jo ato diplomatikët, po ato artistikët apo njerëzit e suksesshëm, padyshim që janë ambasadorët më të mirë të vendit tyre. Pra ju keni bërë talentin tuaj, e keni ushtruar, e keni studiuar, pa u lodhur dhe tash përveç se e ushtroni në dimension ndërkombëtar, jepni edhe mësim të rive. Në mësimin tuaj, ka shqiptar, ka student shqiptar që ju mësoni në US? Momentalisht në klasën time nuk kam, por kam pasur. Ndër vite kam pasur, pra kam dhënë mësim gjithandej, kam mbajtur masterclass, madje edhe në Shqipëri isha shumë vite më parë, kështu me radhë, po kam pasur dhe mundohem gjithmonë t'ju ndihmoj edhe të rinjve shqiptar, të rinjve nga Kosova, duke ju organizuar mundësi të vogla koncertimi jashtë kufijve të vendeve tona, pastaj masterclass të ndryshme, disa çmime që i fitojnë pastaj në formë të bursave e kështu me radhë. Drejt. Si do ta përshkruani ju stilin tuaj artistik? Cila është e veçanta në stilin tuaj artistik dhe çfarë doni ju të përcjellni nëpërmjet artit tuaj ke publiku, dhe pse jo, a përcjellni dhe ju, po themi atë dhe dashurinë,
atë dhe unë tuaj, në artin tuaj, a janë dimensionet shqiptare, konture shqiptare? Janë në çdo notë që e luaj, janë brenda meje, të thot ajo sa pasaj ajo pjesa e natyshme. Kur luan në një pjesë të Bachut ose një pjesë të Mozartit, këto janë vepra të dëshmuara, janë krye vepra që janë luajtur gjithandej me qindra vjet nga njerëzit më të mëdhenj të skenës muzikore. Pra është njëkohësisht kur e luan sot si pianist është edhe përgjithësi, sepse ekziston tani me një standard i artë se si duhet luhen, ose si imagjinohen, ose si janë kompozuar ato vepra, dhe çfarë pritet edhe nga instrumentisti. Do thot kur interpreton, aplikon të gjitha ato rregullat e epokës, konform epokës, qoftë kjo epoka e barokut, e klasicizmit, e romantizmit e kështu me radhë. Gjithmonë interpretuesi është në shërbim të muzikës, në shërbim të mesazhit që përçon ajo muzikë. Pra është kompozitori, është publiku, ndërsa interpreti është në mes, ajo ura lidhëse mes kompozitorit dhe publikut. E unë kur interpretoj, pra konform këtyre rregullave që përmenda, qoftë klasicizmi, romantizmi, impresionizmi, kështu me radhë, është pastaj edhe ajo, si themi, ajo ngjyra personale e interpretit. E këtu hyn pastaj që përmendet ai natyrisht ajo gjenet e mia, elementi shqiptar që janë natyrshëm brenda meje. E përveç kësaj, ka qenë dhe është edhe misioni imi për të promovuar më tutje muzikën e kompozitorëve tanë shqiptar. Vetëm si ilustrim, kur shkova për të studiuar në Austri atëherë, atë botë ishin vitet e 90-ta. Ende nuk sot janë bërë fatmirësisht shumë muzicianë shqiptarë gjithandej që kanë krijuar emër të mirë dhe interpretojnë, e këndojnë, e kështu me radhë në skena të ndryshme. Mirë, po në atë kohë nuk ishte ende, ishin si themi ti numroje në gishtat e dorës, si e përdorim atë shprehjen. Prandaj e bëra si mision që të interpretoj edhe muzikën e kompozitorëve tanë. Në çdo recital pianistik, krahas Chopinit, Beethovenit e kështu me radhë, do vendosja edhe një vepër të një kompozitori nga vendet tona. Disa emra ju lutem, disa emra kompozitorësh të Kosovës apo të Shqipërisë, apo të trevave tjera që ju keni interpretuar. Shumë prej tyre. Tani para vetëm si ilustrim, muajin e kaluar kisha një recital në Washington DC, krahas Brahmsit e kompozitorëve të dëshmuar, pra e ngërtheva edhe një pjesë të kompozitorit Fahri Beqiri, që është një nga kompozitorët e ndjerë tashmë, është një nga kompozitorët më të njohur nga Kosova. Përndryshe kam interpretuar vepra nga Çeskzadeja, nga Aleksandër Peçi, nga Tonin Harapi, nga shumë kompozitorë tjerë nga Kosova e Shqipëria. Nuk them kot unë jeni ambasadorët më të mirë të Kosovës dhe të Shqipërisë, sepse ja, si e çoni artin, emrat e shquar të artit, të kompozimit e të tjera, në aty ku shkoni ju, ku fati, si pas me Zoti, po kush nuk beson ke Zoti, fati, natyra, ju ka quar në një lartësi artistike. Dhe si pas me ka pak vëmendje ndaj njerëzve si ju, cilët bëjnë karrierë të suksesshme në media. Unë jam dedikuar kronikës Bark, pra, po themi, ambasadorëve më të mirë, por kolegët e mi, shumë për kolegëve të mi, kronikës Z, sepse ka audiencë të garantuar, e ka audiencë në lehtë. Po, e bëj me kënaqësi sepse ndihem mirë që si ju dhe shumë të tjerë, po e bëj prej shumë vitesh këtë gjë, jeni të suksesshëm. Po, do ju pyetja, a keni patur momente të vështira në jetën tuaj artistike për të arritur deri këtu ku jeni? Se sigurisht nuk ka shkuar çdo gjë lisha, apo jo? Dhe si i keni përballuar ato? Ju faleminderit për këtë pyetje. Pra, është një pyetje, do thoja, mjaft shumë dimensionale dhe mjaft komplekse. Profesioni, unë mendoj që profesioni i muzicientit është një ndër profesionet më të bukura që mund të ketë njeriu, dhe po aq sa është i bukur vështirësia e të bërit këtij profesioni është, do thoja, po në të njëjtën lartësi me aq sa është i bukur. Këtu ngërthehet duke u nisur nga përditshmëria e thjeshtë, pa shkuar ende ato vështirësi tjera. Pra përditshmëria e thjeshtë e muzicientit, po sa zgjohesh në mëngjes, do thotë dita fillon automatikisht me ushtrim. Dhe kjo bëhet në bazë ditore. Tani në ndërkohë janë bërë mbi 36 vite që unë luaj piano
Dhe edhe më tutje, natyrisht, për çdo 36 vite që luam piano, mashallah, ti mi gos nuk tregon aq mosh. Ai ke vetëm karrierë. Ju faleminderit. Dhe ende dhe më tutje do të thotë përkundër kësaj përvoje çdo ditë dita fillon me ushtrimin në piano. Në Shqipëri e përdor një termin që të studioj piano, në Kosovë themi të ushtroj piano mu e të dyja. Termin popullor luaj piano. Po, gjithashtu. Interpretim është, e drejtë. Gjithashtu. Po mu më pëlqejnë të dyjat, edhe ushtrimi, edhe studimi, sepse ushtrimi është diçka me plot kuptimin e fjalës, pra ajo që bëjmë vazhdimisht që një takt e ushtrojnë 20 herë, 30 herë, 50 herë në njëjtën ditën e nesërme, ndërsa studimi është ajo thellësia pasaj në veprat muzikore, çfarë kërkojnë, koha kur ishin kompozuar këto, cilat janë mesazhet që përçojnë e kështu me radhë. Pra, do të thotë, pa marrë parasysh nivelin se ku ndodhet muzicienti, të studiuarit është pjesë e përditshmërisë. Edhe kjo është një lloj vështirësie, sepse nuk është që themi ne, ok, tani un kam bëruar studime dhe s'kam nevojë më të ushtroj, tani vetëm do dal të mbaj koncerte dhe përfundoj, por kjo është e pamundur. Jo, çdo koncert ka punë, besoj, çdo koncert ka punë. Absolutisht, dhe kërkohet mu kjo, gjithashtu nuk funksionon për shembull vetëm të thuash, do të ushtroj vetëm para koncertit, po këtu ngërthehet ajo përditshmëria, vërtet, me plot kuptimin e fjalës, çdo ditë fillon dhe mbaron me ushtrime. Pastaj që përmenda kur shkova në vitet e 90-ta për të studiuar në Austri, ishte një universitet me renome. Kurse unë shkova nga ajo periudha në Kosovë, që besoj që e dini nga ajo periudha që quhej e shtëpive shkolla, atëherë kur na dëbuan nga shkollat, nga universiteti dhe ne u organizuam në për shtëpi private. Pra ky ishte ai ambienti ku unë kisha mësuar në Kosovë. Sallën koncertale nuk ishte në dispozicion për neve shqiptarëve. Ne i mbanim koncertet tek apartamenti i mësuesësive të pianos, pra që ishte një apartament privat dhe jo një institucion. E pastaj shkova në një institucion të tillë si Mozarteu, universiteti ku vinin njerëz nga më të mirë. Nga studimi në shtëpia, sepse nuk i lejoj të studionit në sallat e dura, ju shkuat ke Universiteti i Mozartit, ku një nga më të famshmit e stilit tuaj, e muzikës tuaj, ka bërë jetën e tij, karrierën e tij. Kështu që fati është i çuditshëm, fati është i mrekullueshëm nganjëherë. Keni shumë të drejtë. Pra, kjo pikrisht kjo ishte vështirësi në vetvete, si thua, pra ambientimin në një ambient të tillë dhe këtu të përmend natyrisht konkurrencë jashtëzakonshme. Njerëz që do vinin nga mëngjesi deri në mbrëmje që do të luftonin për të marrë një klasë me një piano më të mirë për të ushtruar, për të studiuar, pra në një konkurrencë të tillë dhe duhet pra të mbaje hapin me të tillë. Dhe kur e them nga gjithë globi, vërtet nga gjithë globi. Pra për shembull, kisha shumë kolegë që ishin nga Korea Jugore, që ishin në klasën time, nga Kina, nga Amerika, gjithandej Evropa e kështu me radhë. Por mendoj që për të ushtruar profesionin e muzicientit nevojitet një dashuri e pa kufizuar dhe muzikë. Edhe mos dorëzim asnjëherë nga vështirësitë, apo jo? Pikërisht. Dashuri dhe një disiplinë, siç e quaj unë shpesh ashtu në intervista, një disiplinë e hekurt, se më gjason me të tillë. Pra, mendoj që këto dy elemente janë elemente kyçe për të mbjetuar, si thua. Në një parë mënyre, ju i thoni gjithë të rinjve të sotëm, që janë Kosovë, në Shqipëri apo kudo që janë, të mos dorëzohen nga vështirësitë. Asnjëherë asgjë nuk arrihet pa vështirësi dhe qofse nuk dorëzohesh arrihet, se po u dorëzove mund të vdesësh askushi. Kurse ju nuk u dorëzuat, mësuat nëpër shtëpia, kur nuk i lejohej nga regjimi i Slobodan Miloševićit, dhe sot jeni pedagoge në Washington DC dhe mësoni, besoj se amerikanët janë konglomerat racash, edhe ju besoj që mësoni të bëhen artista nga gjitha kombet, apo jo? E vërtet, ashtu është. Në klasën time kam... Jepini një këshill të rinjve sot, ose edhe atyre që mund mos jenë të rinj, por që nuk janë dorëzuar asnjëherë në artin e tyre, në muzikë, apo në letërsi, apo në pikturë, apo kudo, që juve ja keni dalë, dhe
ky besoj do vlej, kjo intervistë do vlej për kolegët që tu intervistojnë, kolegët në Shqipëri dhe kolegët në Kosovë, se sot me remot, me mënyra mund të intervistohesh edhe pa qenë në Shqipëri, edhe pa qenë në Kosovë. Po, për të sjellë shembullin tuaj, këtë gjithë të tjerë. Ja, si ja dilet, nuk është kollaj, ama po nuk u dorëzove, ja dilet edhe bëhesh i suksesshëm. Apo gaboj? Keni absolutisht të drejtë. Dhe një gjë që sot është, si themi, është më pozitive për të rinj, për gjeneratën e re, krahasuar me atëherë kur unë që përmenda mësoja në shtëpi të shkolla, sot mundësit janë shumë të mëdha për vendet tona, të dyja, Kosova, Shqipëria e shqiptarët tjerë që janë Maqedonisë, Mali, Greqisë, ne jemi në ato shtete. Gjithandej, edhe sot janë hapur, edhe shtetet tona kanë përparuar, edhe kanë bërë mundësi shumë më të mira, sot që kanë qenë që përmenda para sa vitesh. Dhe kjo, edhe për të rinjt, është më e lehtë. Natyrisht, ajo puna që duhet ta bëjnë, puna e përditshme në instrument, ajo nuk bëhet asnjëherë më e lehtë, pa marrë parasysh se ku ndodhesh në çfarë niveli. Megjithatë, gjë nuk është e lehtë në jetë. Gjërat me vlerë janë gjithmonë të vështira. Pikërisht, duke e bërë punën, mundësit i kanë më të mëdha. Mundësit janë më të mëdha për të marrë koncerte, pjesë në koncerte, për të marrë pjesë në gjithë ato konkurse që janë bërë sot në vendet tona. Në atë botë nuk kishte pra, ose kishte tepër të pakta. Kështu që mendoj që ajo disiplina edhe fokusi, përqëndrimi dhe qenit vërtet i bindur se kjo është e duhura, muzika pra është... Pra, ju jeni e teorisë 9 punë dhe 1 talent, nuk jeni e teorisë 9 talent dhe 1 punë, do më thënë se kjo kështu diskutohet. Talenti është shumë i rëndësishëm, sepse pa talent në këtë fushë gjithashtu nuk mund të jesh i suksesshëm. Megjithatë në momentin që si thua në thonjza është konfirmuar ky talent, atëherë kërkohet punë, sepse vetëm me talent nuk mësohet dot një sonat që zgjat 25 minuta, për shembull, ose kështu me radhë. Kështu që besoj që puna e ndershme dhe puna e përditshme është ajo që e bën njeriu që të jetë i suksesshëm në këtë profesion. Edhe ju falenderoj për këtë intervistë dhe ju komplimentoj për suksesin që keni arritur, ambasadorët e Kosovës më të mirë jeni, edhe ka shumë artistë të tjerë që unë kam intervistuar nga Shqipëria, në Itali apo në vende të tjera, që jeni ambasadorët më të mirë. Pra, me punë, talenti duhet, pa talentat gjë nuk bëhet, por me punë ja dilet. Ju jeni shembulli më konkret. Dhe të gjithë kolegës ju, që duan t'ju intervistojnë, ju gjenë kollaj, apo ju gjenë nëpërmjet Instagramit, po format të tjera, ju gjenë për t'u bërë eko, po themi karrierë dhe suksesit tuaj. Ju faleminderit për bisedën inspiruese dhe ju dëshiroj suksese më tutje me emisionet tuaja. Shumë faleminderit. Edhe ne na bëjnë emisionet më të kollajshme kur kemi njerëz të suksesshëm si ju, që nuk e kanë arritur suksesin me tak-fak, siç thot shpreha popullore, po me punë, me disiplinë, sot janë në lartësi më të arira, kështu që edhe na nderojnë edhe ne, po vetë në tyre dhe padyshim familjen e tyre. Ju faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju të nderuar ndjekës të Artur Nura Channel dhe në rubrikën e veçantë që i dedikohet vetëm zonjave të cilat janë ose kanë arritur të bëhen dikushi, jo në mënyrë të thjeshtë, po me punë, me talent dhe pa u dorëzuar asnjëherë. Ne këtë sjellim, kjo rubrikë është në 3 gjuhë, sot zonja është shqiptare e Kosovës, e bëm në shqip, po mund ta kishim bërë dhe në anglisht apo dhe në gjuhën austriake, se me siguri edhe atë e keni mësuar, por gjuha shqipe është gjuhë muzikale, është gjuhë që nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Dhe zonja e flet sikur të jetë Kosovë. Kështu që faleminderit edhe një herë Ardita Statovci dhe faleminderit dhe ju të nderuar miq të YouTube-it. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.